Avokat, më përmendet pak më lart përveç Ramës e Dumanit, që janë emrat më të lakuar, tani këtë javë ka qenë edhe Yuri Kim. U hoq, u shkarkua, u emërua, u vendos këtu, u dërgua atje. Janë 3 emra që deri një vit më parë ishin kështu. Kryefjalë çdo ditë. Rama, Dumani, Yuri Kim është treshja që asnjëri s'ka kuptuar asgjë. Yuri ka punuar në ambasadën amerikane se është emëruar nga departamenti amerikan të asaj kohe që nuk e kishte në kontroll Trumpi. Po thjesht ishte i detyruar të kryejë veprim sepse sapo kishte ardhur në pushtetin e tij. Dumani dhe Rama ishin shqiptar, janë shqiptar dhe qëndrojnë sa do të jenë shqiptar dhe qëndrojnë në detyrat e tyre. Por ajo çfarë nuk është thënë në opinionin publik është kjo. Pse Yuri Kim shkonte vazhdimisht tek opozita dhe e shikoje me dreka dhe darka, me Ballukun, me Hametajin, me Erion Velin, me Edi Ramën? Sepse ne aktivitete lija zyrtare bëhet me qeverinë, me opozitën. Jo, asnjëherë amerikanët nuk bëjnë gabim. Amerikanët edhe punojnë me qeverinë, edhe me opozitën. Nuk ndajnë, sepse amerikani nuk investon kush është sot në qeveri, se nuk i duhet ai që është sot në qeveri, se e dihet që do ta ketë partner, por ai, pra, do ta ketë partner të detyrueshëm dhe nuk e shmang dot. Dorsa amerikani lufton të ketë një opozit e cila kur të vinë në pushtet do jetë e detyrueshme të punojë me amerikanët. Yuri Kim ka punuar vazhdimisht kundër Shqipërisë, duke goditur zhvillimin e demokracisë dhe opozitën, pra Yuri Kim, dhe duke ndihmuar Edi Ramën dhe Erion Velin që të qëndrojnë në pushtet. Pse kjo gjë? Sepse Yuri Kim dhe Edi Rama kanë bërë një lojë shumë të bukur që asnjëri s'e ka kuptuar. Pra, zgjedhja e Altin Dumanit ose emrimi i tij nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë kupton diçka për ata që din të kuptojnë. Nuk flas për ata të cilët e shikojnë me emocion edhe me keq kuptim. Kur u bë përzgjedhja e Altin Dumanit krye prokuror, mos gabojmë, u bë me datën 16/12/2022, kur zonja në fjalë ditën e zgjedhjeve, që ajo nuk lejohet kjo gjë, por hajde e marrim se që kanë amerikanët me thonjza, e marrim të mirëqenë që pranohet të jetë edhe ajo atje, si investitore, prapë edhe këtë me thonjza. Shkoj në KLP. Shkoj në KLP. Tani, në KLP që shkoj, mendoni ju që Dumani ishte i amerikanëve apo i Ramës? I amerikanëve. Unë mendoj, duke referuar dhe praktikës së Dumanit, arrestimi i Sali Berishës nga porosia e Asamblesë së Partisë Socialiste, arrestimi i dhunshëm i Ilir Metës nga Asambleja e Partisë Socialiste, arrestimi i Erion Velis me porosi të 2018, 31 dhjetor të 2018, që do të varë në pemë të Edi Ramës, nuk na bën një Altin Duman amerikan, por na bën një Altin Duman atashuar tek Partia Socialiste. Pse atashuar tek Partia Socialiste? Sepse ky është sekreti, ky është plani dhe ky është, do thoja, plani tyre që të arrishin përzgjedhjen e Dumanit. Sepse prokurorët Xholi dhe Kondili ishin shpallur si anti-amerikanë dhe ishin shpallur si të Ramës. Po ku ekziston Rama që jep bekim, nuk është mirë dhe nuk aprovohet. Sepse antarët e KLP-s futuni në sajtin e tyre, do të shikoni qartazi,
që të gjitha ata janë të paguar nga USAID-i. Dhe ata kur shikojnë flamur amerikan, nuk intereson të bëjnë një përpunim çka ka brenda, thjesht shikojnë flamurin që e pan jurin që u fut për Altin Dumanin, dhe ata u detyruan të votoshin Altin Dumanin sepse mendonin sepse Altini ishte amerikan, por jo, Altini ishte socialist i thekur dhe i atashuar pranë Edi Ramës. Dhe mos harroni faktin që Altin Dumani nuk ka punuar duke goditur të fortit dhe të korruptuar. Ka goditur ata të cilët duhet të pastrojnë rrugën Edi Ramës. Që do të thotë, Altin Dumani ka arritur në një objektiv kaq shumë të qartë që edhe mua, edhe ty mund të na ftoj te spaku, thjesht të na kërcënoi, të na terrorizoi, sepse emri Altin Dumani si amerikan dhe emri spaku që i kanë bërë lavazhin këta, çdo person që thirret atje shkon i trembur sikur Altini do t'i bëjë atan. Po pse? Sepse Altin Dumani ka kushtetutën e 1976, ku prokurori ka qenë mbi gjykatat. Prandaj tha fjalën afërmendësh, se në rast se do të kishe pushtet të pavarur, ai aktualisht sot do të ishte i papun. Dhe jo vetëm i papun, por ai do të mbante dhe përgjegjësi penale për shpërdorim detyre. Por